Ditët e fundit ka pasur një shtim të bombardimeve të Iranit ndaj Izraelit. Për të folur se çfarë po ndodh realisht në linjën e mesme dhe a ishte e pritshme kjo zgjatje e luftës, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Zaqi Islami. Zoti Islami, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën. Zoti Islami, si e keni parë zhvillimet e fundit në linjën e mesme, ku duket se Irani nuk po ndalon së bombarduari qoftë Izraeli, por qoftë edhe vendet fqinje ku ndodhen bazat amerikane? Irani është në të drejtën e tij, ndërsa Izraeli ka pushtuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Trump po bën ato që kërkon Izraeli. Kjo është fatkeqësi për gjithë botën, nuk është vetëm për ne të tjerët, edhe për Amerikën. Izraeli është shtet agresor, është shtet që kur u krijua në mënyrë kriminale dhe të padrejtë, sepse është shtet artificial. Izraeli s'ka vend atje ku është. Nëse Izraeli kërkon të rivendoset atje ku mendohet dhe që të thuhet se ka qenë dikur para 2500 vjetësh, atë kjo do të thotë që e gjithë historia duhet të kthehet mbrapsht, gjë që s'mund të bëhet. Ato që i bën Irani, i bën fare pak për mendimin tim. Jo se Irani ka pësuar dëme të vogla, por llogaritur me sipërfaqen dhe me të ardhur dhe me resurset që ka Irani, i rikuperon shumë, ndërsa Izraeli mori në qaf ai kriminal Netanyahu, miku i banditit ton, krye banditit që po vjedh pronat e shqiptarëve kudo në Republikën, ai është kriminal koi para gjykatës së Hagës shpejt apo vonë. Ka urdhër arresti për Netanyahu, ka një regjistër dhe një listë gjatë krimesh që ka bërë ai kundër njerëzimit, por edhe kundër popullit të tij, dhe shpresoj që populli hebre, si populli i mençur që është, do t'ja tregojë vendin shumë shpejt. Avokat, si shpjegohet që edhe pse Donald Trump thotë që ne kemi shkatruar pothuajse të gjithë bazat e municioneve të Iranit, Irani vazhdon të hedhë raketa sikur asgjë s'ka ndodhur, pra sikur s'ka pas bombardime? Trumpi i ka hyrë detit me këmbë, zotëri. Trumpi i ka hyrë detit me këmbë, zotëri. Sepse Trumpi u vu në shërbim të Netanyahu, në shërbim të Izraelit. Arsye se pse e bëri këtë, ne nuk i dim. Teorikisht i dim, po praktikisht nuk kemi asnjë fakt, asnjë provë në dorë. Dhe për mendimin tim, Trumpi po i çon djemt dhe vajzat që shërbejnë, gratë që shërbejnë në ushtrinë amerikane, po i çon mish për top për interes të Izraelit, për interes të një kriminali botëror që quhet Benjamin Netanyahu. Për mua nuk duhet ta bënte këtë gjë dhe duhet një orë parë të tërhiqet, sepse humbjet dhe Amerika në këtë rast ka shumë të mëdha. Lese nuk e thon, lese që i censurojnë dhe i fshehin të vërtetat, por humbjet i ka shumë të mëdha. Dhe unë mendoj që duhet të tërhiqet sa më parë. Kush jam unë? Unë jam një analist, as më shumë as më pak. As një gjë s'kam në dorë, s'kam as pushtet, as para, as gjë për ta urdhëruar, as fuqi. Por duhet që presidenti Trump të tërhiqet nga kjo aventurë të si ka hyrë, siç e thash në fillim, ka hyrë detit me këmbë. Avokat, si shpjegohet që Donald Trump ka, po themi, agjencinë më të fortë të inteligjencës, e cila është CIA, dhe po themi agjenci të tjera shumë të forta në aspektin e zbulimit dhe të njohjes së kundërshtarit, edhe vendosi që të futej në këtë luftë, pavarësisht se në fakt dihej që Irani kishte vite që po përgatitej për këtë luftë dhe kishte ndërtuar po themi raketa pafund balistike, kishte ndërtuar drona pafund, pra pse se mori këtë risk përpara se të shkonte në luftë Donald Trump?
Kjo tregon që Trumpit i ka bërë presion të jashtëzakonshëm Netanyahu. Kjo tregon që Netanyahu ka prova dhe dokumenta dhe regjistrime dhe video dhe shumë gjëra të tjera, të cilat janë komprometuese për Trumpin, sepse i kemi parë të tërë videot e tij me atë Epsteinin dhe në ishullin Epstein, krimet që janë bërë atje, fotografitë dhe videot e Trumpit, ato që kanë mundur të nxjerrin, kuptohet, aq pak sa mundëm ne të shikojmë, na janë dhënë në media, që cilat e fundosin moralisht presidentin Trump dhe nuk po na del në bazë të videove që shohim, nuk po na del ai që kemi menduar se ishte. Megjithatë, kjo i takon qytetarëve amerikan, i takon shtetit amerikan, i takon Kongresit dhe Senatit amerikan, i cili ka, siç thuhet, edhe që thuhet është kjo është e vërtet, që ka mbi 2 javë, 3 javë që po merret vetëm me problemin e Trumpit. Po e diskutojnë çfarë do bëhet me të, sepse e futi Amerikën në një aventurë pa të ardhme, pa asnjë shkak, pa asnjë arsye, nuk ju thënë asnjë interes Amerikës aty. Thjesht u vu në shërbim të Netanyahut, ose më mirë me thënë, u vu në shërbim të Rothschildëve, të cilët komandojnë gjithë botën nëpërmjet paras. Cili zgjidhja së botës, i problemeve të botës, është shpronësimi i Rothschildëve. Gjë që këtë duhet qeveri shumë e fortë që ta bëjë. Avokat, ka pasur 2 lëshime raketash balistike ndaj Diego Garcia, është një ishull baza amerikanëve dhe britanikëve në Oqeanin Indian, dhe raketat balistike të lëshuara nga Irani ishin me një fushë veprimi deri në 4000 kilometra. E përllogaritur kjo që nga Irani mund të kap Parisin, Romën dhe disa kryeqytete të vendeve europiane. Çfarë rreziku është kjo, qoftë për Evropën, por qoftë edhe për botën vetë, kur raketat e Iranit kanë një qitje kaq të largët? Shiko, njëherë në radhë parë, Irani nuk përbën asnjë rrezik për Evropën, sepse Irani asnjëherë s'ka ngasmuar ndonjë nga shtetet evropiane. As shtetet evropiane nuk e kanë ngasmuar Iranin, përkundër, kanë pasur marrëdhënie diplomatike dhe ekonomike shumë të mira gjatë gjithë kohës. Irani s'ka sulmuar njeri deri më sot. I pari sulmues që filloi luftën është Izraeli, dhe i cili u mbështet fuqimisht dhe po mbështetet fuqimisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ato 2 raketa që janë çuar, ose më mirë me thënë, ta filloj ndryshe. Irani ka qenë i detyruar që të zhvillojë armë të tilla, siç janë raketat balistike, të cilat nesër pas nesër mund të mbushen me koka bërthamore, dhe nëpërmjet të cilave ai mund të arrijë në të gjithë globin, sepse këtë teknologji ja ka dhënë Kim Jong-u, i Koreas Veriut, i cili i disponon këto lloj raketash balistike që arrijnë në të gjithë globin, dhe i ka marrë me qëllim që të mbrohet, sepse Izraeli është një shtet me fuqi bërthamore, me armë bërthamore, dhe kësaj thonë, rriti me duar në xhepa dhe unë të vi të marrë plaçkat e tua, të vjetë shtëpinë tënde, kjo nuk bëhet, kjo nuk shkon. Kjo detyroi atë Iranin që të armatoset, dhe shumë mirë ka bërë, sepse Izraeli e donte një përgjigje të tillë, e donte një dajak të tillë, dhe unë mendoj që Irani duhet ta përfundojë këtë luftë që ka nisur, me qëllim që të rrafshohet Izraeli njëherë për gjithmonë, të mos ketë kokë, mundësi të ngërë kokë dhe të bëhet rrezik për të tjerët. Sepse Izraeli, si të thënë dikur, dhe ashtu doli vërtet, është një kobure e Rothschildëve dhe Illuminatit dhe globalistëve në linjën e mesme dhe në të gjithë botën. Pra Izraeli është një shtet agresor, një më agresor dhe më i mirë rrezikshëm se sa që ishte nazizmi gjerman apo fashizmi italian. Që të 3 këto në fakt janë pjell dhe janë krijesa të Illuminatit dhe të globalistëve. Pra Irani
ka bërgjën më të shkëlqyer që është armatosur, dhe po i tregon vendin me dhëmbët gjithë botës, dhe i thotë që me mua mos luani. Kush ka trum kokë duhet ta kuptoj këtë dhe të triqet sa më parë, dhe të mos merret më, të mos ngacmojnë, mos prekin territorin iranian. Raketat iraniane, zotëri, ose shteti i Iranit është një shtet 1.600.000 km². Sa do që të ketë spionazh dhe spiune, agjencie, arme, drejtë, çfarë të duan që të kenë izraelitët dhe amerikanët, prapë është shtet shumë i madh. Mundësitë për t'i fshehur dhe për t'i ruajtur armatimet e tij ka pafund, ka të pakontrolluara. Lidhur me 2 raketat që janë dërguar në Diego Garcia, për mua janë një shembull dhe janë një paralajmërim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët bazën e Diego Garcias në ishullin në Oqeanin Indian kanë një nga më të fuqishme të botë. Ishte dërguar një mesazh nëpërmjet të cilit i thotë shiko se unë të gjej dhe aty ku je. Prandaj largohu. Dhe thash, zgjidhja është një orë më parë të largohet Trumpi nga ajo aventurë në të cilë si ka hyrë, që Kongresi Amerikan dhe Senati Amerikan, të cilët nuk e kanë shpallur këtë luftë dhe nuk e kanë miratuar këtë luftë që filloi Trumpi, ta detyrojnë që të ndërpritet lufta dhe të kthehen mjetët usharake detare ajrore amerikane të kthehen në përbazat e tyre dhe të lënë rehat Iranin në punët e tij. Deshën që të ndronin pushtetin në Iran dhe në fakt prova që bën u kthye në bumerang, u kthye kundër tyre. Bëri dhe një tjetër shumë më të mirë, akoma që nuk pritej që u bashkua si një trup i vetëm i tërë populli Iranit, harruan opozit, harruan mosmarrveshjet, do jo harruan, po i lanë minjan mosmarrveshjet dhe gjithçka që kishin midis tyre, dhe u bashkuan dhe janë një trup i vetëm tani kundër Izraelit dhe Amerikës. Amerika në këtë rast, zotëri, ka gabuar. Ka gabuar sepse e kanë detyruar presidentin e Amerikës që futët, ata që komandojnë dhe që qeverisin dhe në Amerikë, e detyruan që të fillohet luftë. Amerika është 400 milion banor dhe është një shtet i konsoliduar sot e 270 vjet. I konsoliduar si shtet me kushtetut dhe me të tëra. Kështu që duhet të urgentisht të ndalojnë luftën. S'ka zgjidhje tjetër. Ajo luftë është luftë pa të ardhme. Ose do bëhet luftë botërore, do bëhet holokaust në gjithë botën. Kujt i intereson dhe ta bëj? Ne s'kemi gjendor, por në një luftë botërore në një luftë bërthamore asnjë s'ka të fituar, janë tërë të humbur. Qofse politikanët e perëndimit do vazhdojnë në këtë aventurë, atëherë e kanë shumë të gabuar, shumë të rrezikshme këtë luftë të cilë si kanë hyrë, sepse do bëjnë atë tjetrën që mendohet dhe që po thuhet dhe që po flitet që të krijohet koalicioni Rusi, Kinë, Iran dhe Korea e Veriut, që është e vogël, por në fakt është fuqi e madhe bërthamore, botërore. Pra duhet i thresin mendjes të ndalojnë këtë luftë, të lënë në punë të tij atë Iranin, të lënë të qetë, të ikin dhe të mos merren me aventurat e një kriminali të një fundërinë botërore siç është Benjamin Netanyahu bashkë me këtë fundërinën tonë që është bërë mik i tij dhe vetë edhe bën dhe rezoluta ky pa cip, ky pa fytyrë, bën rezolut ky kundër popullit iranian. Ky që është shqiptar. Edi Rama. Avokat, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po mendojnë që të dërgojnë 4.000 marinca në ngushticën e Hormuzit për ta kontrolluar atë për shkak të, po themi, rëndësisë që ka për transportin e naftës. Si e shpjegoni këtë lëvizje dhe a besoni se është kjo një zgjidhje për ta? Nëse do bëjnë gafën që të dërgojnë trupa toksore në Iran, ato trupa i dërgon për t'i vrarë, për t'i asgjësuar, nuk i dërgon për të fituar asnjë. Për arsye sepse Irani është në vend, është në mbrojtje, është në tokën e tij, është i armatosur, është i super armatosur
dhe t'i dërgoj, unë nuk jam Kassandra, por po e them ta dëgjojnë mirë gjithë njerëzit, që ato të 4.000 trupa, po tentuan që të shkelin atje, nuk do kthehet asnjë i gjallë. Fitore jo, por nuk do kthehet asnjë i gjallë. Zoti Islami, si shpjegohet që deri tani amerikanët dhe izraelitët nuk kanë rënë në gjurmët e Mustafa Khamenei, djalit të Ali Khameneit, i cili tashmë është lideri suprem i tyre? Po ta janë budallë që të bëjnë ato gafa që kanë bërë deri tani, që lëviznin lirshëm dhe ishin objekt i lehtë për të arritur nga spion të Izraelit. Tani ata kanë nxjerrë mësime dhe kuptohet që drejtojnë vendin nga strehimet të tyre të sigurta, të garantuara, që nuk hyn dot asnjë bombë thellësie dhe asnjë spion izraelit. Pra, kot lodhen për atë. Ata mundojnë që ta shkatërrojnë Iranin nga brenda. Zotëri, nuk shkatërrohet Irani, është shtet, super shtet, nuk është shtet shumë i madh. Nuk e shkatërrojnë dot, sado që të lodhen. Zoti Islami, ka pasur rritje të çmimit të naftës pas përplasjeve në linjen e mesme. Besoni që impakti negativ që do sjell kjo luftë në botë, sidomos te çmimi i naftës dhe industrisë që punon me naftë, mund të jetë një pengesë shumë e madhe për Amerikën? Ajo është një pengesë që ka filluar dhe jo më larg se dje presidenti partia kur urdhëroi që të dilnin të jepeshin për shfrytëzim rreth 170 milion fuqi nafte nga rezervat amerikane. Po kjo nuk është pafund. Dhe janë shumë faktorë, ashtu si kundër e thash në fillim, pra po e përsëris, janë shumë faktorë që e çojnë në rrugë pa krye aventurën e presidentit amerikan për të sulmuar Iranin. Irani ka rrugë detare të transportit të naftës, të eksportit të naftës, i ka në dorë ai. Hormuzin e ka Irani në dorë dhe të thotë kush të doj. Ashtu sikurse ne dikur kishim Otranton në dorë që nuk kalonte dot asnjë mizë në Otranto pa lejnë shqiptare, ashtu ata kanë Hormuzin. Nuk kalon dot në Hormuz. Ato që të lodhet, të dërgoj mira qendra e mira aeroplan, e ushtar, e bomba, më thash, në fund të fundit askush nuk fiton. Do krijohet krizë botërore siç ka filluar të krijohet. Por mua më vjen keq për gjë tjetër që jo më keq, po unë dënoj krimi po që ngra çmimin e naftës dhe fal naftën, prodhimin ton të naftës, e fal duke na çuar neve naftë me 2.000 lek, 2.100, 2.200 lek litri. Nuk ka ku shkon më. Por ky popull nuk ngrihet. Ne këtu s'ka popull, këtu s'ka shqiptar, këtu ai bën mirë këtu që i fundos shqiptarët, sepse e meritokan një njeri të tillë, edhe deri ku të vejtë shofit. Zoti Islami, ka pasur disa reagime nga vendet arabe që janë gjendur në sulmin iranian, ku ata kanë shpallur në ngrata diplomatët iranian. Si gjykoni këtë lëvizje të tyre dhe a është koha që ata të jenë kundër Iranit, apo duhet të distancohen nga mbështetja që po i japin Izraelit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës lidhur me këtë luftë? Shiko, për mua ata bëjnë një gabim të jashtëzakonshëm. Një gabim shumë të madh. Dhe ata s'kanë arsye që ta bëjnë këtë gjë. Irani ka goditur bazat amerikane të dislokuara në këto vende. Irani nuk është marrë me qytetet edhe me vendbanimet e këtyre shteteve. Por kohët e kanë data, sikur të gjithë bashkë të bëjnë, prapë nuk kanë që bëjnë Iranit. Sikur të gjithë bashkë të bëjnë, le që ua dim të rimërin, ua kemi parë, e dim sa të rima janë, por nuk kanë që bëjnë, kohët e bëjnë atë punë. Ai që e pëson këtë luftë dhe që do t'a vuaj është Bashkimi Evropian, është populli Amerikan, jemi neve, janë shumë vendet të botës. Pra, në këtë drejtim ata arabët e kanë jashtëzakonisht gabim që mendojnë
që duke ndërprerë marrëdhënie diplomatike me Iranin do rrinë ndonjë sukses. Kote kanë këtë gjë, shumë gabime kanë. Në fundit Irani ka një të drejtë sepse nga toka e tyre, nga vendet e tyre ju shkojnë bombardime dhe avion dhe ngren avion dhe shkojnë raketa kundër Iranit bashkë me Izraelin. Pra ata janë bashkuar, është për turp të tyre që janë bashkuar me armikun shekullor të tyre mira vjeçar, janë bashkuar me të kundër Iranit. Do marrin atë përgjigje që kërkojnë. Kam bindje për këtë. Lidhur me qëndrimin që ka pasur Turqia, mendoni që duhet ishte e vendosur më mirë në këtë luftë, pra të pozicionoj qartë se qofte edhe ushtarakisht dhe të mos qëndronte në mënyrë neutrale, pasi siç dihet tashmë, turqit kanë një lloj ndikimi në linjën e mesme dhe ndoshta duke qenë neutral mund ta humbasin këtë ndikim. Jo, Turqia është një shtet që ka një diplomaci të paktën zyrtarisht 700 vjeçare. Ka një shtet 700 vjeçar. Ka një trashëgimi diplomatike dhe politike dhe ushtarake 700 vjeçare. Dhe Turqia i di mirë interesat e saj. Por jam i bindur që Turqia do bëj atë që duhet të bërë në politikën botërore dhe siç po shikojmë, po largohet dhe po rri diferente karshi të dy palëve. Amerikë ka ndaluar ngritjen e avionëve nga baza ushtarake që kanë në Incirlik kundër Iranit, sepse nuk mund të bëhet pjesë e kësaj lufte. Por ndërkohë edhe Iranit i thot me mua ki kujdes. Dhe Turqia po e ndjek me vëmendje të jashtëzakonshme me sa shikojmë atë qëllimin të iskajshëm të Izraelit për të krijuar Izraelin e madh midis dy lumejve, siç e kanë inflamuar. Nuk do arrihet kjo. Po mbytet një gjak i gjithë terreni atje, e gjithë ajo zonë, e gjithë linje mesme, po mbytet një gjak për një Izrael, për një Netanyahu. Mendoj që ka ardhur koha të jepet fund atij shteti agresor. Ashtu siç u dha fund Hitlerit dhe Mussolinit, ashtu të marrë fundin e tij dhe Netanyahu. Dhe do ta marrë dhe për këtë kam bindje absolute. Zoti Islami, shumë ekspert njohës shumë të mirë të gjeopolitikës, kanë artikuluar se nëse Irani do humbë këtë luftë ndaj Izraelit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, lufta e ardhshme do jetë mes Izraelit dhe Turqisë. Pra Izraeli mund të synojë që të sulmojë Turqinë. Mund të ndodhë një gjë e tillë? Ai duhet një harakiri të bëjë Izraeli pastaj po të sulmojë dhe Turqinë. Atëherë do t'i vulën se do shkojnë turqit, pastaj do dërgojnë ushtrinë, do dërgojnë këmbësorët atje, po Izraelin e di çka ka Turqia, një kafshit ka. Dhe Izraeli ato i bën për të thënë që shiko se unë jam i fuqishëm, jo me turqit, nuk është i fuqishëm, jo. Edhe me Iranin po lufton në distancë, me luftë ajrore, por këmba e ushtarëve izraelita apo amerikanë nuk ka shkelur në Iran. Pra, një vend quhet i mundur dhe i humbur kur shkel këmba e pushtuesit në tokën e tij. Gjë që nuk mund ta bëj dot as me Turqinë, as me Iranin. Izraeli bën veten trim duke menduar që do ketë pafundësisht mbrojtjen amerikane, duke menduar që ka mbështetjen e Illuminatit dhe të masonëve, se janë ata që e bëjnë luftën, që kanë bërë luftrat, ka 300 vjet që ata i nxisin dhe i bëjnë luftrat. Dhe atë haracin e paguajnë popujt e shkret. Por ka ardhur koha që popujt janë zgjuar dhe shtetet janë zgjuar. Dhe shtetet e mëdha, sidomos Turqi, Iran, janë shtetet e mëdha, nuk do bëhen lodër as viktima të një çapaculi kriminal siç është Benjamin Netanyahu. Pra Benjamin Netanyahu do të gjë vendin që gjeti Hitlerin në furrën e krematorëve ose të varet mes Tel Avivit atë që ta shikojnë gjithë bota se cili fundi i agresorëve.
Avokat, po nëse po themi në një luftë të mundshme Turqi-Izrael, Shtetet Bashkuara të Amerikës pozicionohen prapë me Izraelin. A besoni që kjo është nisja e një lufte tretë botërore? Jo, nuk do ta bëjnë atë. Amerikanët atë gjë nuk do guxojnë kurrë ta bëjnë. Po ta them unë. Nuk mund të guxojnë ti kundërvjen Turqisë. Absolutisht jo. Atëherë ajo është një humbje një katastrofë me pasoja dhjetra vjeçare për Amerikën. Dhe prestigjia amerikan shkon drejt zeros në një rast të tillë, kështu që nuk besoj se do ta bëjë.